Lajmi i fundit. Në çështjen Epstein përmendet edhe Shqipëria. Jo vetëm kaq, por përmendet rreth 2600 herë Putin, bile Moska për 10.000 herë. Pra në fajlet e Epsteinit. Për ata që nuk e din, fajlet e Epsteinit janë rreth 3,5 milion. Çfarë po ndodh? Dhe pse përflitet Shqipëria? Dëgjojeni me kujdes. Kush është rastisht dhe nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe falenderoj që jemi për herë bashkë. Ky është lajmi i fundit, është përmendur Shqipëria që disa personazh kanë kooperuar ose më mirë bashkëpunuar me Jeffrey Epstein. Tani për ata që nuk e din, Jeffrey Epstein është ai që mbahet ai vdiq në vitin 2019, por mbahet ende, sepse është në hetim, si njeriu kyç i lëvizjes së pedos në të gjithë territorin amerikan të viteve të fundit. Tani, mes këtyre emrave të mëdhenj, ka edhe president, ka edhe ministra, ka nga të gjitha shkallët bile edhe aktor, edhe njerëz, personazh të fushave të ndryshme, si edhe princa. Por ajo që ka bërë më shumë përshtypje në të gjithë këtë histori është edhe përmendja e Jagland, më falni, nuk i mbaj mend emrat të gjithë, kështu që Jagland është një kryeministër i Norvegjisë, njëkohësisht ka qenë edhe sekretar i Këshillit të Evropës në vitet 2010-2012. Në fakt, në çështjen Epstein përmendet pikërisht pra një takim që ai ka bërë, pra ky Jagland, që ka bërë në Shqipëri dhe i dërgon një mail në datën 25 maj, mos gaboj, të vitit 2012, i dërgon një mail këtij Jeffrey Epsteinit duke i thënë për vajzat shqiptare, që vajzat shqiptare janë të bukura etj etj. Por çfarë flitet në këtë mail? Nuk ka shumë të dhëna, por specifike, por ç'është e vërteta, ky Jagland u takua me njerëz të rëndësishëm në atë kohë, politikan dhe njerëz të rëndësishëm. Njëkohësisht ka dalë edhe një listë e disa vajzave nga Shqipëria, nga Malizi dhe nga Kosova, bile edhe një nga Maqedonia, mos gaboj. Tani, çfarë ndodh me këto vajzat? Duhet të dini që këto nuk janë vetëm thashetheme metropolitane, por kanë dalë nga Departamenti i Shtetit Amerikan. Dhe Departamenti i Drejtësisë së Shtetit Amerikan është, si mund të quhet, është thelbësor në këtë çështje e para, por është edhe tepër i rëndësishëm në botë. Kështu që nëse jepet një urdhër, për shembull, unë shpresoj që jo, por besoj që shumë shpejt do thërriten të gjithë këto vajza që kanë marrë pjesë në këto takime. Njëkohësisht dhe këto që po flitet tani. Pra kjo vajzë që nuk dua ta përmend tani sepse është një vajzë shqiptare dhe nuk dua ta përmend, por tregohet që ka takuar këtë Jagland dhe ky Jagland, që tash është edhe ministër i Norvegjisë, ka bërë disa takime të tjera edhe në Kosovë. Bile aty përmenden edhe disa emra të tjerë që nuk dua t'i them, por është mirë që të shikoni dhe unë shpresoj që mos të dalin këto, sepse dihet që, do t'ja u them në fund, dihet që çdo kush, gjithsekush, ata që gjenden aty, qoftë në politikë o fusha tjera, duhet i përmbahen disa kritereve, të quajtura kështu, të disa lobeve, dhe disa edhe bien pre të këtyre takimeve ose të këtyre, si mund të quhen, bashkëpunimeve. Duhet të dini që në fajlet e Epsteinit kanë dalë edhe emra shqiptar, personazh, që unë edhe këta nuk dua t'i them, por sepse e keni parasysh, është mirë që unë shpresoj tash që mos të jenë, ndoshta janë aty si emra dhe kaq sepse kanë patur një lidhje për punë biznesesh, nuk e di këtë. Por ç'është e vërteta, këto emra janë kaq të mëdhenj, sa që unë mendoj që do të, nëse me të vërtet ka diçka brenda, do të tunë themelet, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë. Dhe tjetra është që në këto fajlet e Epsteinit përmendet edhe princi i Anglisë, princi Windsor.
në fakt është një fytyrë jo shumë e njohur, por është mjaft i njohur në këto grupet, sepse tregohet sipas konspiracionistëve, që ka qenë shumë aktiv. Nuk e di tani është ende, se tani është pak në mosh, por ka qenë shumë aktiv në këto grupe. Shkonte gjithmonë sepse i pëlqente të ishte në përdarkra të veçanta, të argëtoi, i pëlqente. Dhe si përfundim, ky është një nga emrat më të rëndësishëm të fajleve Epstein. Duhet të dini që në fajlet e Epsteinit, që janë rreth 3 milion e gjysmë, janë shumë, 3 milion e gjysmë, kanë mbledhur edhe rreth 2000 video dhe 180.000 mesazhe. Mesazhe të ndryshme që janë nëpërmjet telefonit, po flasim 180.000 mesazhe që ata i klasifikojnë, pra Departamenti i Drejtësisë Amerikane, i klasifikojnë si të rëndësishëm në këtë çështje. Por pyetja ime, që do të flisja në fund, pse kjo çështje është bërë kaq e madhe? Sepse këtu lind pyetja. Pse kjo çështje është bërë kaq e madhe? Sipas jush, doja t'ju lës disa sekonda. Jo sepse unë di gjithçka, absolutisht jo, por mendoj që diçka tjetër do të dalë, sepse ai është vetëm një gur i vogël. Si mund ta themi? Është një gur i vogël që ka çuar disa vajza, disa prej tyre të mitura, disa njerëzve të famshëm, por duhet dini dhe diçka tjetër. Tregohet, siç ju thash, që është përmendur Putin dhe Moska mira herë në këto fajle. Duhet të dini që njeriu në subkonsciencë mund të krijojë disa ura, si mund të quhen, lidhëse të njeriut se çfarë ka brenda. Pra, se çfarë ai dëshiron, se çfarë ai është etj. Dhe këto i shpreh nëpërmjet një fjale. Për shembull, ndonse ajo nuk është me kod, por është një fjale vetme, si për shembull në këtë rast Moska apo Putin. Dhe pikërisht nga këto, hetuesit dhe psikologët mendojnë që Epstein, pra Jeffrey Epstein, mund të ketë qenë edhe një spiun rus. Në fakt, ai në vitin 2019, kur e futën në burg, thuhet që aty e hoqën qafe. Dikush thotë që u vetvra. Ne nuk e dim këtë, nuk dim nëse kanë hequr qafe ose jo, por ka të tjerë akoma, që thonë që mundet edhe ta kenë të jetë liruar. Dhe ka ndryshuar plastikën e fytyrës, flokët, trupin e tjerë që mos të dali, sepse ai njihte shumë të vërteta, të paktën kështu thuhet. Dhe tjetra është që në këto fajlet del haptazi edhe se çfarë llumi ka në përgjithësi, sepse siç u thash më përpara, nuk është, ai është një pjesë e vogël, po pyetja është, ata që kanë shkuar me këto, sepse ai dikujt ja çonte, ata që kanë shkuar janë, për mendimin tim, ata që duhen marrë seriozisht. Jo ai që ja çoi, sepse ai që ja çoi ndoshta e bëri për një post, ndoshta e bëri për diçka tjetër, nuk dihet, por sidoqoftë ai që e bëri. Bile do t'ju them, para disa viteve kur Trump u fut për herë të parë në presidencë, tregohet që ka shpëtuar 34.000 fëmijë, sepse i kanë gjetur në një bodrum dhe këta ishin vetëm një pjesë. Bile edhe Mel Gibson tregon të njëjtën gjë, në fakt ka bërë dhe një film për këtë, por me fjalë ajo që fshihet pas këtyre gjërave që është akoma më e rëndësishme. Nuk janë ato çfarë shihen dhe ato çfarë tregojnë. Megjithatë, çështja e Epsteinit që është shtrirë deri në Shqipëri do të thotë që ka patur një rezonancë shumë të madhe, pra të kërkimit të këtyre të miturave. Megjithatë, ajo që duhet theksuar është fakti që unë mendoj që pas pak, nëse këto vajza do thërriten, që padyshim jam i bindur i do thërriten, për të lënë dëshminë e tyre, padyshim do të zbulojnë gjëra akoma më të mëdha me duke ngacmuar ose duke pickuar njerëz të mëdhenj. Dhe nëse kjo ndodh, do filloj pikërisht nga vendet e vogla, nuk do filloj me të mëdhenjt. Mbajini mend këtë. Do fillojnë nga Shqipëria, nga Kosova, Maqedonia, Malizi, ose ndoshta nga Italia ose diku tjetër. Pra, ose nga Franca, pra
dal nga dal derisa të kapin të dalin dhe emrat e mëdhenj. Disa prej tyre mund edhe të shpëtojnë, por në qoftë kjo më bën të mendoj që mund të jetë vetëm kështu. Pra nëpërmjet këtyre vajzave që janë ende gjallë dhe që mund të lënë dëshminë e tyre. Sidoqoftë do të dëshiroja një komentin tuaj çfarë mendimi keni, sepse siç ju thash, shumë përpliten duke se s'ka gazetë, revistë, televizion, rrjete sociale që nuk flet për Jeffrey Epstein. Por e përsëris edhe një herë, unë mendoj që është një pjesë e vogël sepse ka të tjera gjëra pas. Bile ato që janë më pas kësaj çështjes të Jeffrey Epsteinit janë shumë më të rënda se sa kjo. Shpesh shumë gjëra nuk mund të thuhen për shumë arsye. Por ndaj dhe duhen diskutuar, sepse duke diskutuar të paktën informohemi dhe të kemi kujdes. Por njëkohësisht të informohemi dhe të dimë se në çfarë bote jetojmë. Ju çfarë mendimi keni? Pres komentet tuaja, ju përqafoj dhe natën e mirë.